Ndaj të nderuar vëllezër, mos harrani se gjunahet nëse gjenden në një shtëpi të besimtarit musliman e çarrregullojnë atë shtëpi. Gjunahet nëse gjenden në një shtëpi të besimtarit musliman sjellin mosmarrveshje dhe humbje të harmonisë familjare. Gjunahet nëse gjenden në një shtëpi të besimtarit musliman e shkatërrojnë atë shtëpi. Gjunahet nëse gjenden në zemrën e besimtarit musliman e robrojnë zemrën e besimtarit musliman. Gjunahet nëse gjenden në trupin e besimtarit musliman e maltretojnë trupin e tij dhe e torturojnë apo e dhunojnë natën edhe ditën. Gjunahet nëse gjenden në shpirtin e besimtarit musliman e shkatërrojnë dal atë. Dhe gjunahet nëse gjenden në një shoqëri, ajo shoqëri përçahet, ajo shoqëri dobësohet dhe nuk ka kurfar sukses. Gjunahet nëse gjenden në umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam e poshtrojnë dhe e degradojnë, e ulin vlerën dhe pozitën që ka umeti i Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra, keni kujdes, hapni sytë mirë, edhe veshët mirë, edhe dëgjojeni këto këshilla, sepse gjitha këto jo të mira që po na ndodhin në rrafshin individual, personal, edhe në rrafshin familjar, edhe në shoqërinë tonë, nuk janë për diçka tjetër vetëm si pasojë e gjunaheve tona që i bëjmë natën apo ditën. Siç ka thonë Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, gjunahet lanë gjurmë edhe në pamjen e njeriut. E para, gjunahet e nxin fytyrën e besimtarit. I prishet fytyra besimtarit. Ja nxin fytyrën. E dyta, gjunahet sjellin vujtje në jetën e dynjas. E treta, errësirë në varr. Runa Zot. Vujtjet, po kalej kanë këto dyqysh, po pastaj arahatosh jo pastaj prej vujtjeve që i kije për shkak të gjunave, fillon kush errësira e varrit, runa Zot. Pastaj lodhje plagështin trupin e besimtarit. Që ta mos me thonë kaj çdo i dyti e ka. E di që është pak e rëndë, ja u thonë kështu, po ja u thonë treq. Çdo i dyti, valla një lodhje, valla një plagështi, valla këto. E keni po tash i madh i vogël me gra me fëmijë këtë për fitnesa. Pak se pe kaloj ç'lodhen, po pse bre baballart, nona tona kur fitnes nuk bënen, edhe gjithmonë disponum, gjithmonë gëzum, gjithmonë të harreshëm. Krizat ndryshme, veç okupimin që kemi pas këto. Prej këtij fëqit verior, veç okupimin ka qenë dhunë psiqike, dhunë psikologjike, prap. Nuk kanë qenë të lodhën. Tash si të shohat me gjes çantën krah në fitnes. Ose mbrëmje, çantën krah fitnes, se diçka mund të ka lëshue, diçka më ka plagështu trupi, tu ka plagështu prej gjunaheve. I lodh bre diçka Hoxha Efendis, po mu këndell, s'monesh të ki gjunahe shumë. Merre mesazhin. Gjunahet pra e plagështojnë, e lodhin trupin, po thot Ibn Abbas. E katërta e ndalin rrezikun, e kemi përmendur edhe më herët, edhe një është interesant që njerëzit e mirë nuk të dojnë. Njerëzit e mirë nuk dojnë me ty me nejtë. Edhe këto e keni do me thonë barometër, matë me pak gjendjen, këshyre apo të largohen njerëzit që jenë rrugë të Zotit, po, dije që je me gjunah. Apo të afrohen njerëzit e mirë, edhe po duhen njerëzit e mirë, edhe po dojnë me taku edhe me ndajt me ty njerëzit e mirë, po, atëherë dije që je pa gjunah, ose je me gjunahet vogla. Se shumë kush po thot, iku filane, edhe na po ikum pej dikujt. Edhe dikush po ik pej neve. Po nëse të mirë të afrohen, dije se Allahu po të begaton. Ndërsa nëse të mirët prej teje po të largohen, dije se Allahu po të dënon. Dhe t'i largu njerëz të mirë, shok të mirë, kjo është sprovë vetë. Allahu na ruajt prej gjunave.